Me rastin e përkujtimit të ditës së çlirimit të Mekës, Muftinia e Gostivarit organizoi një manifestim fetar në xhaminë e re të fshatit Forin. Aktiviteti mblodhi besimtarë të shumë dhe përfaqësues të institucioneve fetare. Programi u hap nga kori i Muftinisë së Gostivarit, i cili interpretoi ilahi dhe kaside, si dhe u realizua lexim nga Kurani fisnik, duke dhënë manifestimin një atmosferë të veçantë shpirtërore. Në këtë manifestim ishte i pranishëm dhe një delegacion nga Muftinia e Gostivarit, i kryesuar nga muftiu Sabaudin Zendeli. Në fjalën e tij, ai theksoi se çlirimi i Mekës përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë islame, që dëshmoi fitoren e besimit në një Zot, mbi politeizmin dhe triumfin e besës mbi tradhtinë. Sipas tij, me këtë ngjarje historike i u dha goditja përfundimtare dhujtarisë në tokën e shenjtë të Mekës, duke shërnjosur atë një herë për gjithmonë. Muftiu Zendeli theksoi gjithashtu se mesazhi i kësaj dite mbetet aktual edhe sot, duke nënvizuar se çdo popull duhet jetojë i lirë në tokën e vet. Çlirimi i Mekës është shembulli më i mirë se si një pejgamber i dërguar për mëshirë, për dëmshuri, për dashuri, për të drejtën, për të vërtetën, se si ai marshoi nga Medinja drejt Mekës për të çliruar Mekën e bekuar, por mbi të gjitha për të lartësuar Ka'ben e bekuar. Ka'bja e cila ishte e mbërthyer me idhuj, ato idhuj të tërhiqen nga shtëpia e Allahut dhe ajo të fiton petkun e njohshmërisë besimit në Allahun xhalleshanuhu ve xhelle xhelaluhu. Kuptohet që muslimanët më kishin arritur forcën. Këtë ia manifestuar edhe para hyrjes në Mekë Ebu Sufjanit, një armik i Islamit. Por kuptohet se nga ai moment të gjithë Mekësit u dërzuar. U dërzuar nga se e pan fuqinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por kur thash në fillim, pejgamberi alayhi salam nuk dëshironte që të manifeston fuqi, por besimin në Allahun fuqiplot, të arrinte tek ata dhe ajo që ishte brenga më e madhe por çdo një Mekas, të cilët me keqardhjen në një formë se çka kishin vepruar ndaj Muhamedit alayhi salam, por edhe në anën tjetër se çka do të ndodh me ta kur ai tash do të merr Mekën do shliron Mekën, pejgamberi i Allahut shpalli amnestinë e përgjithshme për të gjithat, sepse edhe ata e pritin diçka të tillë. Kur i pyeti kurajshët se vallë si mendoni, si do të veproj unë tani me ju, ata thanë ne e dim se ti je një i mirë dhe vetëm e mira pritet nga ju. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë në muajin e Ramazanit, në muajin ku u çlirua Mekë e bekuar në 20 Ramazan, ashtu edhe ky Ramazan, inshallah çliroft zemrat tona, ashtu si çliroi pejgamberi alayhis salam zemrat e gjithë Mekës. Sepse çlirimi i Mekës qoftë si në aspektin formal, por edhe vetë si çlirim kishte një kuptim shumë të lartë dhe shumë të madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çlirimin e Mekës vetëm se ju lut Allahut fuqiplot dhe ju falenderua që një u përmbush lutja e Ibrahimit alayhis salam që ky vend i bekuar të jetë i sigurt dhe mos adhurohen idhujt më në këtë qytet, dhe e dita ishte mallëngjimi për vatanin, dashuria për vendlindjen, që çdo njeri nga ne duhet ta manifestojmë, sepse e kemi brengë edhe ne, largimin nga vendlindja, por një ditë që të jetë çdo njeri të kthehet në vendin e tij. Çlirimi i Mekës, i cili ndodhi në vitin e 8 të Hijretit në muajin e Ramazanit, dëshmon se ky muaj për profetin Muhammed dhe gjeneratën e parë të muslimanëve nuk ishte kohë e pasivitetit, por periudhë përkushtimit, aktivitetit dhe organizimit për të mirën e shoqërisë. Kështu edhe në Forin, manifestimi u mbyll me mesazhe që nxisin unitetin, besimin dhe përkushtimin ndaj vlerave fetare dhe shoqërore.